Pse fillova me buzëqeshje? Buzëqeshje në qeshje ta merrni më mirë. Po mirë, kaq të çuditshëm jemi ne Shqipat. Vërtet kaq të çuditshëm. Dhe kështu besoj kemi qenë dem babaden. Qysh në kohën pellazke, se unë ngulmoj që jemi që në atë kohë. Një nga fiset. Fisa, quajni çfarë të doni. Më hallat pellazke. Kemi qenë. Le thonë çfarë të duan edhe fqinjët, që jo jeni të ardhur e fqinjët. Ekstremistët. Se ekstremistët ka kudo. Në Shqipëri, në Greqi, kudo e kudo. Seriozë dhe studiusi seriozë nuk merren me këto turbologjizma dhe sharlatanizma të portaleve. Po pse qesh dhe nën qesh dhe them që të tillë do kemi qenë. E është në gen, e kemi në gen. Kush më shumë e kush më pak. Luma i që ka më pak. Këtë lloj sharlatanizmi dhe turbologizmi, paradoksizmi dhe absurditeti. Ore ne të vrasim e të qajmë, të ngrejmë në pjedestale të rëzojmë, qa nuk bëjmë? Bëjmë profetin. Që është Nostradamus i para neshme, e para profetëve. Ne bëjmë alkimisin. Shishin alkimistët e dikurshëm. Ne bëjmë çudira. Gurin e kthejmë në diamante, ujë në verë, edhe Krishtit ja kalojmë. E tjera. Bëjmë çudira me gjithmend. Dhe gjithmonë pas të vjelash. Por pas të vjelash, çfarë themi? Mburemi. Si që kam thënë, po s'më besonit. Kur e thosha unë, më bënit budalla, konspiracionist, e tjera. Dhe nuk u ka, Edhe besojmë, prap ne. Besojmë veten me ato që themi, edhe me ato që themi. Besojmë, kurse si të tjerët dhe logjikën e të tjerëve. I lexojmë vertikalisht, i dëgjojmë diagonalisht dhe reagojmë nuk e di se si. Boshësisht. Sinqerisht e them boshësisht. Pak e shpërndarë kjo gjë, po me shembuj të thjeshtë. Rasti konkret, për festivalin, për Eurovision. E ngritëm në qell këngën Nan. Për nenën. Në qell e ngritën, Dhe në natën e dytë, ku kaluam në finale, gati e shpallën fituese të natës finale. Fjalët më të mira. Interpretimi e tjera. U bëmë kritik pozitive dhe profetën. Vendin e 13 zumë. Mos vallë ju ngacmovja ju numri 13, numër ters, edhe? Anglia doli në vend të fundit. Me një pika me sa doli. Po e kryqëzojnë edhe atë një, Angli. Nëse s'bën shumë merak anglezët. Se gjithmonë tash ka vite që dalin të fundit. Ma i bën dikur kur dolën të parët. Edhe flasim për një festë Eurovision, jo festival të këngës së lehtë, si që kanë qenë dikur Sanremoja, festivali shqiptar. Flasim për muzikë të lehtë. Për këngë. Ku dëgjohet kënga e nuk shikohet aparenca. Kërcimet edhe më thëtë thash. E kryqëzuam këngëtarin. E kryqëzuam edhe nenën shqiptare. Me krahasimet, me metaforat, me antitezat. Po. Shkuar poetëve të mëdhenj të botës. Shkuar. E groposëm.
merreni me mend sikur të fitonin, ose të ishim në 5-shën e parë, në 3-shën e parë. Mos flas pasaj në krye. Them të drejtën, më thonë sa po e them këtë, se unë do të dëshironja edhe në vend të parë, nuk do desha, sinqerisht nuk do desha. Se do dinin Pellazgo e Liro shqiptarët, me flamuj, me tatuazhe, me shqiponjën e të tjera, e të theshin s'ka si ne jemi të parët. Jemi talentet e botës. Si themi që gjua shqipe është fillesi e njerëzimit, do thoshim, edhe kënga e parë, melodi e parë, e thënë, e nxjerrë, e kënduar nga njeriu, është shqiptare. Fillesa e këngës ka lindur nga notat muzikore shqiptare. Pentagrami 7 notësh është pikje e Pellazgo e Liro shqiptare. Jemi shumë qesharakë. Edhe unë e di që këta ekstremistë, këta turbologë shalatanë, do fillojnë nga etiketimet që nuk mungojnë. Po unë i marrë me të qeshur. Po dhe me dëshpërim e me keqardhje për nivelin në minus mendor, ideor, psikologjik të këtyre njerëzve. Që çfarë nuk thonë. Tratari, kombit, armike, një shitur, majtas gjatas, lartë poshtë, e tjera. Ti lejmë këto, se janë bërë kaq boz e dikushme, mbani mend, po një boz e ndenjur, e prishur, portaleve, virtualitetit. Të tilla janë bërë. Të mos përgjigjesh, e bëjnë vetën triumfator. Të përgjigjesh, do ndeshesh përsëri me të tjera ofendime. Ata kujtojnë se o detyrojnë që dhe ti të biesh në nivelin e tyre, të përdorësh të njëjtin gjuhë sharje, ofenduese. Ti vazhdon me tënden. Përsëri stonon. E ishe shlori, jo. E ishe në rastet të tilla, është baker. As baker është, çfarë të them? Është batak. As nuk duhet teshur, po dhe as nuk duhet rënë graskën e këtyre njerëzve. Tani, për festivalin, konkretisht, edhe pena të njohura, dhe njerëz të njohur, analistë të njohur, që i kam respektuar, i kam lexuar, dhe prapë dhe mënyra se si e shkruajnë, e shprehen, është me kulturë tek disa, se tek disa të tjerë kalojnë në ofendime, në etiketime, dilemata. Po flas për më seriozët. Se mos me të shpashkruar dhe më seriozët. Duke bërë të njëjtën gafë, e të njëjtin gabim me jo seriozët. Për mua janë një korë. Vetëm se është një korë ku këta këndojnë në brenda notave muzikore, po kam pranuar të këndojnë në një korë me ata që stonojnë. Merre me mend se si del kënga. I mjeri dirigent, i prishet, çmende, duhet t'ja kaput vetes. Po ne që i dëgjojmë të shkusur kemi. Ç'është kjo mani e tillë? O të sulemi për mirë, e të ngrejmë në qelë më tepër nga sa i meriton, o të groposim thellë, që nuk e meriton, ju groposin. Po as një fjalë minus. Çfarë ndodhi me njerëz? Çfarë ndodhi? U përmbys bota. Vajti shqiptari në Eurovision edhe çfarë bëri? Këndoi një këngë. Jo, s'është aktuale. Më aktuale se ç'është për Shqipërinë e për ne, nuk ka në botë. Nuk ka. Të paktën në Evropë po e them, se në botë ka. Edhe më keq se ne. Këngë aktuale. Pastaj fillojmë dhe bëjmë zbërthime, futemi në qeliza, futemi në interpretimi, performanca, në skena, në interpretimi, në aktoria që luan të nënë e tjera.
Disa të tjerë, mundet ta vesh këtë muzikë në makinë, ta dëgjosh, mundet në një mbrëmje të bukur ta këndosh. Po kush tha? Po kush tha? Që tërë këngët e festivaleve dhe të Eurovisionit, sa këngë marrni mend, dhe sa i këndoni, dhe sa i keni vënë në makinë, e sa i keni dëgjuar në një mbrëmje argëtuese? Kush tha? Duhet jenë të tëra, volare, cantare, e pa vdekshme. Në tërë festivalet europiane janë 10 e shumta 20 këngë që mbeten. Edhe e kryqëzuam të gjorin, këngëtar, këngën, e të gjitha. Unë mund të bëj vërejtje më të vogël që nuk e kuptova mirë, jo se ishte gegnisht, se kur e kam dëgjuar në YouTube, kam kuptuar fjalët më qartë. Nuk e di pse aty, vetëm 2-3 fjalë i kuptova. Duhet shpreha të jetë më tingëlluese e gjuhës. Tjetër gjë kjo. E jam emocionuar, gati kam lotuar. Është aktuale, ne jetojmë akoma këtë gjë. Bin nenash. Dhe dini një gjë, akoma në zyrat, në auditori, në korridoret e doganave, të doganës greke, gjen akoma fotografitë e njerëzve të humbur. Djem vajza, të rinje, të reja, të humbur, që nuk ju gjendet ku janë, nuk gjenden. Nuk ka nëna, nënat nuk kanë ikur, po i kanë pritur një jetë të tërë, me shpresën se do t'i takojnë një ditë. Aty i ke, edhe në rajonet e policisë, po të vesh, ke fotografit që kërkojnë, njerëz që janë në kërkim, që nga fëmijë e deri në të rritur. Është fenomen. E na thoni, s'kënduat për gazën, apo për mazën? Ne kemi gazën tonë, po ne kemi një gazë tjetër, jo gazë shkatërruese, materiale, godinash, ndërtesash, apo vrasësh me 10 ramira. Ne kemi gazën brenda vetes, re njerëz. Gazën brenda vetes. Ne gazohemi për ditë. Ne vrasim njëri tjetrit për një fjalë, për një parkim, për ish mos gjë. Në rast se unë njerit i shkrojta aty dhe i thash, mjerim primitiv shpellari, thash, janë këto koncepte që shprej. Hajde se të pres më tha në rrugë e Dibrës, ase që janë, se në Tiranë kam vite që s'kam vajtur, edhe as si djetë, që të tregoj unë se që janë. Unë si tregova forcën e muskujve. I thash, këtu më mund, këtu dorëzojmë. Sepse nuk kam fuqi të matem fizikisht, edhe të kem, se nga një dhe fiziku nuk ka vlerë, se ja merr një armë dhe bamba me vrave dhe atë që është trim në fizik. Po hajde se të pres. Kaq di ai, kaq që kanë mësuar libri pa gërma dhe fjalë, jetës. S'ka lexuar. Kaq që ka dhënë edukata dhe kultura familjare, si ka dëgjuar në rast se ja kanë thënë. Ose s'ja kanë thënë dhe i tillësh midis i tij familjar. Ç'mund të presësh nga njerëz të tillë dhe nga ky brez i tillë? Por të lutem shumë, ju intelektual, ju njerëz të lëqitur, mos bini në këto nivele, për ca like, për efekte të çastit, për bume të çastit, për show të çastit. Ja i morë ca like. Ja morë në i para nga këto like. Edhe, kjo është jeta. Çfarë do mbetet pas? As pluri nuk do lini pas. As hien, do zhduke edhe hia, bashkë me ju. As gjurmët, haj sa mbetën gjurmët në rrë. Nuk e di, e bëra pak çorbë këtë radhë, këtë monolog. Por çfarë të them? E fundit fare që do të them është se shumica e këtyre shkrimeve, kaq të rregullta, kaq drejtshkrimore,
Po dhe kaq të ftohta në formulim, ama të sakta, të thella e filozofike, i lexojnë nga njerëz të cilët ja u njoh kapacitetin. Kanë atë kapacitet që kanë. Po me disa prej tyre kanë folur në Messenger. Neno. Nuk po flas për gabime që bëhen nga butonat e nga gishtat që mund të kapin e të ndryshojnë një germ. Jo, nga koncepti një fraze. Është shumë poshtë. Edhe nga ana drejtshmëore dhe nga ana logjike, botkuptimore, ideore. Kurse aty shikoj shkrime, them, o Zot, ky person është. E kthem e shikoj emrin e tij në profil dhe në Messenger është i njëjti person. Që bë kaq i zgjuar e kaq i mençur. Fal Zotit, nuk jam kështu i mbetur mbrapa botës, bile për moshën që kam jam shumë më përpara. Në shkuptim, jo më përpara botës, me teknologjinë. E kam mike, e kam dashnore në thonjza, janë inteligjencën artificiale. E kam aq besim, jo në çfarë thot, po në disa gjëra për të kuptuar të tjerët, këta filozofë dhe analistë, se si kanë vjedhur, apo kanë marrë idenë, apo kanë përpiluar idenë e tyre, që kanë shkruar ashtu siç ma kanë shkruar mua në Messenger, me ato gafa, me ato drejtshkrim, si kam te pulës, po t'i lem këto, po dhe në formulimin ideor të frazave, që ja japin, edhe ajo ja u ngre më lart. Nuk dua t'ja nxjerr me emra, se në fund të fundit, çfarë argument? Është një person i aja dhe unë do ta marr nesër pas nesër në gjyq, po të më akuzojnë mua, që i akuzoj ata për vjedhje plagjatur? Jo. Ama ta dinë, që unë i kuptoj, prandaj nuk i bëj like. Në këto shkrime të tilla, super, në thonjza, sepse nuk u kanë shpirtin njerëzor. E këtë pranon dhe jaja. Sa do të shkruajmë ne, unë thot, sa do të shprehem unë e të krijoj unë nuk kam emocione dhe ndjenja tuaja. Do dalin diçka e ftohtë, mund të duket e bukur si figurë, si metaforë, por do dalë diçka e ftohtë. Këtë mondi po të arrish ta kuptosh, do dallosh se kush ka marrë nga mua e kush është vetvetja. Kaq nuk dua të zgjatem më shumë, herë tjetër do flas më konkretisht. Faleminderit dhe më falni për shpërthimin. Po nganjëherë edhe të shpërthesh është gjë e mirë, se nga shpërthimi i Big Bangut u krijua galaktikat e tjera, edhe jeta në tokë, apo jo. Edhe mos edhe nga ky shpërthim diçka e mirë krijohet. Në mos krijohet, fshiheni. Një klik, fshirje edhe mbaron kjo video. Mirupafshim.